jam më e kthjellët. Për shembull, është vetëm thjesht një moment direkt, trak, mendoj diçka tjetër. Dhe kjo për mua është shkëputje shumë e mirë emocionale. Çfarë ndjen për veten tënde të dikurshme sot, kur teksa rrëfente gjitha këto përjetime, fakti që je dhënë pa kushte një njeriu? Pa kushte. Unë di shumë keqardhje për veten time, edhe kam gjykuar fort jashtë masa. E kam gjykuar të mërsi shumë, deri në momentin pastaj që kur fillova që të merresha pak më shumë me veten, me emocionin, me ndjenjen, fillova që të zbutej pak kjo ndjenja e gjykimit. Unë ndjej shumë keqardhje dhe shumë mësime të vlefshme në fund të ditës. Besimi normalisht më ka humbur, të flasim drejt. Por kjo është edhe në një anë edhe për mirë, se është edhe një simbrojtje në të ardhmen. Këtë doja të dija, se çfarë ndodh me ty tani në raport me të tjerët, në marrëdhëniet e reja që ndoshta ke krijuar apo po përpiqesh të krijosh? Nuk e gjithë, mundohem deri në 6 muaj të parë. Ka qenë ana e refuzimit që nuk doja të shikoja dhe nuk shikoja njërin në sy, dhe kur mua më shikoni nuk shikoja, isha direkt e prerë, kategorikisht dhe e prekur. Pastaj më vonë thash okay, se jo, duhet jem kaq edhe unë kaq e ashpër. Mund t'i japësh vetes një mundësi thjesht me të folur, thjesht me shoqërim për një kafe. Por nuk ndja asnjë emocioni, nuk e di. Për shembull, nëse dikush më tregon për jetën e vet, unë kështu na sa rrente, ca gënjenj. Shumë gënjenj, për shembull, nuk arriti dot më që t'i jap njerëz dikujt që kam përballë mundësinë që të shpreh, të shpjegohet, sepse më ka humbur besimi. Ajo që mua pastaj më bë më përshtypje është që, okay, them po pse mos fokusohem këtu. Edhe sikur mos jetë e vërtet, po kaloj pak minuta ndryshe nga gjithë rutina e përditshme, dhe kjo më ka filluar edhe më pëlqen, sepse them mua sa mirë në aq pak kohë sa dëgjove dikë një gjë të re, nuk mendove fare as këtë as atë, domethënë gjëra të këqija, thjesht u përqendrove, dëgjove, mendon diçka ndryshe tani. Por emocionalisht je gati të krijosh përjetime të reja? Ndoshta dhe lidhje të reja? Tani emocionalisht, të them të drejtën, më ka filluar dëshira, nuk e diskutoj. Ndihem gati, por prapë kam atë rezervimin ose të dhënies së vetes 100% kur i kthehem ndonjëherë në mendje historisë. Sepse më ndjej që më merr prapë ai rrëmbimi i vetvetes, t'i jap sa më shumë, dhe kjo nuk ka dot më palës tjetër si defekt se sa vetestim. Që kam nga mungesat e fëmijërisë. Çka ka ndodhur në fëmijërinë tënde, meqense e cek edhe pak më herët? Çfarë të ka munguar? Në fëmijërinë time nuk kam pasur një familje normale, sepse normalisht nuk kam pasur as nënën biologjike, kam pasur një nënë të dytë që është treguar vërtet një nënë për mua, dhe një periudhë pastaj më është dashur që të jetoj me një nga familjarët e mi, me një tezën time, sepse ishte vetëm, edhe që se gjithë fëmijët kishin një rutinë, rutina ime ishte më shumë rrugëve, në shtëpi vetëm, çdo gjë vetëm. Më ka munguar shumë dashuri. Qa moshe? Sa vjeç ke qenë kur jetoje me tezën? Kam qenë në moshën 6 vjeçe deri në moshën 10. Po marrëdhënien me bashortën e re të papit si e ke pasur? Shumë mirë, shumë mirë. Njeriu më i mrekullueshëm që ekziston. Besoj dhe me babin, apo jo? Po, edhe me babin, sepse babin nuk e kam. Nuk e ke sot. Jo, as babi sot, janë gjëra të jetës, por nuk e diskutoj, është njeriu më i mrekullueshëm që kam qenë shumë e bekuar nga Zoti. Vërtet mund të kem pas një fatkeqësi, por më ka dhënë edhe një të mirë nga mbrapa, më ka dashur fort. Po duket që, siç e përshkruan edhe ti, periudha me tezën ka krijuar një lloj boshllëku në jetën tënde. Po, sepse nuk e kisha aty, sepse ajo duhet të punonte, unë duhet të shkoja në shkollë, duhet të bëhesha gati. Nuk kisha një ritëm më shoqëronte në rrugët e qytetit ku jetoja. Kam qenë çdo gjë vetëm. Nëse shokët apo shoqja apo kushërinda apo nuk e di njerëzit, fëmijë normal në atë moshë 6 vjeçë, vinin kishin pjatën e ngrohtë, mund duhet ta bëja vetë, ndonjëherë edhe nuk ishte, se normalisht ishin kushtet e vështira. Pastaj me të gjitha mua nuk është se më ka bezdisur kjo pjesa, sepse nuk jam shumë te kjo, se sa e ngrohtësisë dhe prezencës, sepse unë jam një njeri që kam kuptuar se kam shumë frikë nga vetmia, por po bëja llogaritë dhe thoja unë prapë jetoj vetëm, unë prapë investoj vetëm. Përse duhet të kem frikë? Unë ka filluar po ndihem mirë edhe vetëm.
E kam pas shumë fobi këtë pjesën e vetë mia dhe kjo gjithmonë më ka vrarë dhe më ka shtyrë që unë të gaboj. Po të shkosh në marrëdhënie të dëmshme, që të kanë dëmtuar. Të dëmshme dhe përveç se jap çdo gjë nga vetja për të ndihmuar dikë, jap edhe materialisht pastaj sepse më duket sikur këtë njeri do ta kem gjithë jetën dhe kjo nuk është vetëm për pjesën që të kesh një partner, flas edhe në një shoqe, edhe në dikë është thjesht natyra ime që jap më shumë se sa duhet. Por kjo është histori me këtë djalë më shërbeu që unë edhe të kthjellohesha pak. Dhe kjo pjesa dhe mas një viti kam bërë shumë ndryshime, shumë, dhe jam shumë krenare te kjo pjesë. Mendon që e ke shëruar veten dhe të paktën ke dal nga ky modeli ku ti jep pa kushte? Nuk dua që të gënjej më veten time te kjo pjesë. Unë kam shëruar një 40% të mirë të vetes, nuk po them 50, por ka shumë gjëra që unë duhet seriozisht që të punoj me një psikolog për një periudhë që unë të arrij në nivelet që unë duhet të jam. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk e kërkuar asnjëherë ndihmë profesionale për pjesën tënde psikologjike? Jo, nuk kam kërkuar sepse këtu edhe pse mund të kem qenë jashtë, nuk e di pse, po për shumë arsye kam qenë edhe pak te kjo pjesa, po jo se çfarë do më bëj, do më thoj këtë. Kurse tani në rrethin tim shikoj dhe shumë shoqe që e frekuentojnë dhe shikojnë ndryshime tek ato, shikojnë ndryshime kolosale, po si ka mundësi ti ishe kështu, si ka mundësi që ti bën këtë tani? Po kam bërë seanca, më thot me psikologën dhe duhet i kisha bërë më përpara. Dhe them të drejtën, tashti është vërtet momenti që unë jam e bindur 100% dhe është një gjë që unë po e kërkoj dhe unë do ta bëj. Dhe besoj se kjo do më ndihmoj, domethënë që do jetë mbyllja e kapakut të kësaj historie që unë mos t'i kthem as në mendime. Dhe të pyesim edhe Jonën, për ta përfshirë pak në bisedën tënde dhe për të kuptuar edhe anën tënde psikologjike. Jona vërtet do arriti voj kapakun gjithë problematikave dhe gjithë dhimbjeve që janë krijuar Majës, nëse ajo do të ketë një bashkëpunim apo do të kërkojë ndihmë një psikolog, terapeut. Sidomos tani që ka krijuar bindjen e plot tek terapia, mund të japi efekte më të larta. Se ne kur kemi dyshime, nuk bashkëpunojmë sa duhet gjatë procesit terapisë. Për këtë arsye, mendoj se duke qenë se konfirmon edhe vet, është gati, pse jo, mund të bëhet edhe ajo mbyllja e kapakut duke i shëruar ose duke i parë çfarë ka mbetur pa u trajtuar ose çfarë akoma tek Maja zgjon konflikt, zgjon kujtime të vështira që mund të ndërlikojnë jetën e sotshme. Është një vendim i mirë nëse e bën sot këtë gjë. Duke që ka një lloj ndërgjegjësimi Maja, por atë çfarë ka kaluar dhe faktin që e ka dhënë veten e saj pa kushte, sa të vështirë do ta ketë ajo të dalë nga ky lloj roli në jetën e saj, nga ky model që ka krijuar? Vështirësia më e madhe ka qenë e para, kur para se ishte akoma e nxehtë situata, pra ka qenë akoma duke bashkëtuar me ish partnerin e saj, duke menduar daljen prej atij momenti dhe fakti që ajo ka avancuar në kohë, patjetër që momenti kulminant është kaluar. Tani ka mbetur vetëm të përpunoj ato mbetjet që i lën këto situata, të cilat padyshim ka lidhje shpirtërore, ka do themi një histori të jetës së saj që sidoqoftë mbetet e pjesë e historisë, por nuk do thotë që duhet të vazhdoj. Për këtë fillon edhe avancohet domethënë me pjesën e shërimit, siç ne i kemi vendosur këtë emër, pra shërim emocional. Në një pikë të rrëfimit të saj, Maja tregon momentin kur ajo sot e gjykon që humbi identitetin e saj, të humbasësh identitetin në një rrethant të caktuar. Me çfarë pasoje shoqërohet kjo? Shkëputja nga vetja, shkëputja e plot, sepse siç e tham, ajo është veshur me nevojat e tjetrit, pra çfarë ka dashur tjetri të marrë nga unë, si mund ta bëj atë të ndihet më mirë. Kjo krijon absolutisht atë shkëputjen dhe pasojat janë që ti mund të kesh shpërthime të caktuara të çrregullimeve psikoemocionale, siç janë ankthi, depresioni apo shqetësime tjera. Kështu që janë sinjale, siç e themi edhe këtu, janë sinjale, por janë për të marrë parasysh, sepse do thotë që ato sinjale që ti të dërgon sëmundja ose shqetësimi, janë ato që ti duhet i ndjekësh për të çuar prapë tek vetja jote. Nuk të largojnë, pra ato janë sinjale paralajmëruese. Ka rrezik që emocionalisht Maja të rikthehet përsëri aty ku ka qenë, të krijojë një tjetër varësi emocionale? Kam përshtypjen se kjo situatë mund ta ketë
mund t'i ka dhënë atë goditjen aq të fuqishme sa tashmë do jetë shumë e vetëdijshme për sinjalet e reja që mund të shfaqen në marrëdhënie të tjera që mund të ketë. Do jetë shumë e vëmendshme sepse trupi dhe truri nuk e kërkojnë ripërsëritjen e traumave. Dhe fakti që ato do shfaqen nuk do jetë negativisht, madje mund të them që ndonjëherë duken se si instinkte të brendshme që të bëjnë ty të kuptosh se diçka po ndodh, pra po përsëritet dhe kjo vetdia e lartë mund të bëjë që ti të tërhiqesh, domethënë të mos e lejosh të ndodhë sërish. Kështu që puna me veten që mund të filloj në terapi ose edhe ajo që ka bërë edhe vetëm janë ato që të mbrojtësit për marrëdhëniet e ardhshme që ajo mund të gjendet. Mund të them një detaj shumë të rëndësishëm që ka ndikuar në kthimin me atë djalë, sepse ai asnjëherë nuk e kishte vullnetin të vepronte me ditë të tëra vet, ose edhe nëse e bënte, ai kishte dikë të familjes që gjithmonë do futej në mes dhe do zbutej situata. Dhe krahët i gjatë ishte nëna e tij. Unë e kam dashur, kam respektuar shumë jashtë mase, por në momentin e dhunës, sado ajo më mbështeste si femër që ti je një femër e lartë, je fort, je luftëtare, të gjitha këto ndodhin, mund t'i zbusni situatat, në momentin e dhunës ajo nuk më ka përkrahur. E ka kaluar me një, po ne femra jemi, e durojmë dhe një plëm. Ndërkohë përgjigjja ime ka qenë, unë nuk e kam provuar dhe nuk do ta toleroj kur dhunën. Ndërkohë që mamaja e tij ishte aktiviste vetë. Është goxha kontribuese në komunitetin shqiptar. Mendoja që te kjo pjesë do merrte masa të paktë ndaj djalit të saj, por ajo donte shumë dhe aty pastaj ajo ishte ndërgjegjësimi më i lartë që unë duhet të ndërprisja çdo gjë. Sepse pastaj me kë kam të bëj. Unë këtij djali i krijoja të gjitha kushtet që të ishte mirë në çdo anë që ky mendonte. Kontributi im jetoje për të ti. E kemi të qartë, e kuptoj. Kam arrit që dhe cigaret që kam lënë vetes, nuk ja kam thënë, mund të merja 2 ose 3 për shembull tek një shoqe që mund të kisha në orar të punës, se shtyja me atë dhe i blija atij paketën. Dhe unë në 5 vite që kam pasur lidhje, unë nuk kam qoftë edhe një dhuratë. Unë kam shitur çdo gjë, kam humbur çdo gjë për atë dhe unë nuk mbaj mend që ky person të merrte një lule dhe të më dhuronte. Dhe mua nuk më kanë interesuar këto gjëra. Edhe njerëz që më bëjnë e kuptoj drejt mendimin tënd. Ma hoqin nga dora. Ne shkuam diku për të ngrënë darkën e parë, ky do të më dha dhuratën, na vuri dhuratën në shtëpi. Në dorë neve takuam menaxherin, ai na respektoi, thash kam marrë të haj darkën, në fund na respektoi me disa pije, shkuam në shtëpi, më shkëputi bërzëlykun e parë dhe të fundit që më kishte blerë një jetë nga dora. Dhe filloi më lante fytyrën me ilaç enësh dhe më thoshte më mbështeti mas murit, aty kam qenë terrorizuar, më lante fytyrën me ilaç enësh, nuk do të puthun ty ku të kam puthur të tjerët. Dhe më thënë, ai kishte disa shenja që unë vërtet më rrosha. Pastaj gjithmonë do fuste të nënën e vet që të zbuste situatën. Jo po se s'është mësuar, jo po kështu, jo po jepi kohë. Edhe normal, unë jam tip shumë emocionale, gjithmonë e kam falur, gjithmonë. Të falshme. Shumë e rrezikshme kur mbështeten djemt nga nënat në këtë sjellje sepse e përforcojnë dhe vazhdojnë. Integrimi ishte 0. Kur thua integrimi, ke fjalën pjesa sociale, aftësia për të punuar, formimi i tij. Në atë parë filloi me gjuhën. Dhe i thash të lutem mund të fillosh me gjuhën. Sikur pak të dish të lëvizësh, mund të fillosh të më ndihmosh mua në biznesin tim. Jo, po nuk mund të vi, e lash edhe nga kjo pjesë, po të paktën mund t'i kërkosh shokëve të tu të gjesh një punë diku tjetër. Jo, po pse unë s'kam ardhur të bëj këto punë, sepse unë në Shqipëri, unë bëja punë më të mira. Po ti ke një shkollë. Ai edhe shkollën që kishte nuk e dinte për çfarë kishte. S'ka lidhje. Kishte shkollë mjekësie, ndërkohë që nuk dinte edhe shkrimin nga fillimi deri në fund të bënte një strukturë fjalie të plotë. Domethënë, këto gjëra unë i kuptova mrapa. Prapi tolerova, thash në rregull, haj se shkolla s'ka rëndësi, po vullnetin e kishte 0 për të ecur një jetë. Dhe me gjithë njëre që unë kisha, mund të kishte pasur gjithë mundësitë e botës për të ecur dhe të gjithë njerëzit e ofendonte, të gjithë. A kishte çdo njeri në shifte armik tek unë. Edhe një femër që më ofroi më shumë se duja, ai është shifte armik. Ai do hynte brenda, ai merrte
kishte diçka që nuk shkonte, ai do merrte personin që jam shoqëruar më shpesh, do e shante në telefon. E kuptoj. Prandaj që normal arriti në një marrëdhënie shumë toksike, shumë. Po ai vet kishte marrëdhënie njerëzore, kishte miq, kishte shok, kishte një rrjet ku ai ndërvepronte. Kishte shokët e vet, po jo shok shumë të hapur, edhe thoshte njeriu mban vetëm 4-5 shokë sa duan, nuk ishte social absolutisht jo. Edhe gjithkohon, domethënë jeta e tij ishte vetëm në PlayStation kohët e fundit. Nga ora 8 e darkës deri në 4 mëngjes kishte 8 orarshin që njerëzit 8 orë bëjnë puna, ai lunte për shembull PlayStation, dhe pastaj nga ora 4 e 5 e mëngjesit deri në 2 të drekës ai flinte. Ai flinte, ti punoja. Po. Të kuptoj. Megjithatë, ti je tek faza që nëse dhe Jona më mbështet, e ke procesuar gjithë të ngjarje, përjetimin, edhe çdo gjë që ka ndodhur, ndoshta edhe fajet e vetes tani je më e vetëdijshme për t'i kuptuar sa e vështirë apo sa e lehtë është në këtë pikë të rrëfimit, të paktën që na sjell Maja, shërimi i saj psikologjik. Nisur nga fjalia e fundit që përmendi në lidhje me të jëmën, e ish partnerit, se si tashmë shikon me neveritje atë moment. Pra kjo është pjesë ose një sinjal që vetëdia po rritet mbi situatat, dhe fakti që prodhon tek ne emocione të caktuara, siç është edhe neveritja, pra do t'i kushtoj rëndësi kësaj, tregon se ti nuk e toleron më. Pra, eksperiencat negative ndonjëherë ty të vendosin kufin të qartë të tolerancës së situatave që pranon ose nuk pranon. Prandaj, siç edhe e referoj kur dëgjoj raste të ngjashme apo raste të tjera në terapi, është gjithmonë fakti se eksperiencat, edhe kur janë negative, janë ato që të cilat ne na mësojnë se çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet. Pra janë pjesë e rrugtimit. Jo patjetër kanë funksione negative të traumave apo të momenteve të errta që ne kalojmë, por janë të domosdoshme të ndodhin që ne të mësojmë. Pra ti e lë atje, ka ndodhur çfarë ka ndodhur dhe vazhdon procesin tënd të mëtejshëm të rritjes. Por nëse ka ende emocione të pasgjidhur, nëse ka akoma rëndesa emocionale, nuk do me thënë që kanë kelur atje. Është sepse është ritmi i saj i kalimit atyre momenteve, dhe me kohën, me bisedën, me zbulimin, mund të bëj që ti rindërtoj ato momente, rindërtoj në nivel kognitiv, siç themi ne, në mendim, apo edhe duke përshtatur sjellje të reja që e largojnë, e distancojnë nga ato dhe nuk e çojnë në përsëritje. Dhe fjalën e fundit për veten time, unë jam influencuar shumë nga një thënie, masaj unë kam ndihmuar veten shumë në fe, duke ju kthyer Allahut faljeve të namazit. Normalisht se çdo njeri nuk e kam rregullsinë, po duhet koha për të gjitha, por në çdo falje të namazit ndjej një çlirim shpirtëror, dhe duke lexuar Kuranin më ka bërë përshtypje një fjalë që ajo ka filluar të ndryshoj edhe psikologjinë time, që e shkuara normalisht nuk duhet përmendur sepse është haram, edhe të ndërpret fatin dhe mirësinë. Duke mbajtur këtë si logo në mendjen time, më ndihmoi të ecja pastaj përpara. Edhe kjo është një forcë, domethënë që mua më ka bërë që unë të ndryshoj, të jem tjetër. Normal që kam akoma shumë punë për të bërë, por për të rifituar veten, ekonominë edhe çdo gjë, nuk e diskutoj. Dhe unë uroj që përveç kësaj rruge që ti ke zgjedhur për të shëruar veten, që është besimi yt, të gjesh mënyrat e tjera për të shëruar veten.